sjell për gjithë miqtë e Vikendit, do të na zbuloj vet ai, prandaj e mirëpresim Ledri Dokaj. Mirëmëngjesi Ledri, mirë se erdhe në studion e Vikendit. Faleminderit shumë. Si je me energji, si je me disponim? Unë shumë mirë jam, e kom prit më orë këto edhe me kallëzu kush jam edhe qa bëj. Ke prit prej kohësh me qenë pjesë e emisionit tonë, a na tregon pse kjo dëshirë me qenë pjesë e emisionit Vikend? Po, pse unë kam që më bë ase maj famshëm botë edhe më bë krejt yll, e për du mja njës me sa e të vogla, tani matë më dhoja, tani maj koncert madhë me shku. Në rast se kjo intervizë mund t'jetë ndoshta rruga e qelësit suksesit tënd, kur të bësh personi më i famshëm botë, a ki me na harru neve? Ja, kur. Kur? Unë kam përmen këto që intervista e paru kam. Është ka intervista jote e parë. Po. Kam ndenë knatësinë që të kem yllin e ardhshëm, unë e përballa atëherë Ledri në fakt. Na tregon kur nisi rrugtimi yt dhe pasioni për muzikën, Ledri? Po, ja ka njësë me muzikë, për i kom pas 5 vjetë, kom kësy, s'kom knu i pari, ja kom njësë me kësy, në televizor, tani e kom gu shumë Michael Jacksonin, ja kom pëlqy shumë kongat atina, e ja ka njësë me kongën Billie Jean, a e din? Po e di. Po, e kom kësy ato edhe babi dhe mami jem kam pa që kom pas shumë talent me kësy. Po, që aty ja ka njësë, tani... Fillimisht pra ke njësë me vallëzim, pastaj ka ardhur edhe pjesa e këndimit. Po. Ke provu me vallëzu stile ndërkombëtare, po a ke provu me vallëzu ndoshta edhe këto popullore tona folkloriket? Po. Çka për shembull? Çfarë zhënë të pëlqen me kësy folklor? Vallën e Rrugovës? Jo, është një grup koreanëve. Okej. A i din që është K-pop? Jo, s'po di. K-pop janë ata që grupe kështu në koreanët. Okej. E vallëzojnë edhe këndojnë. Është një grup që e kam një BTS. Okej. I kom gu ata edhe më kam pëlqy shumë edhe ja kom njësë me vallëzu. Okej. A na tregon Ledri që sa kohë jeton në Suedi? A ke lind në Kosovë, a ke lind atje? Lind në Kosovë. Dhe që tash jam tu jetu në Suedi. Prej cilës mosh jetu në Suedi? Kur jam lind. Prej që ke lind? Do më thonë ke lind në Suedi dhe vazhdon atje. Kosovë vjen veç për pushime? Po, veç për pushime. Tash kjo ardhë për pushime, apo kjo ardhë vetëm për intervist? Vetëm për intervist. Okej, po më bëhet shumë qefi që e ke marrë rrugën nga Suedia për me shfaq talentin tënë në studion e Vikendit. Është jashtëzakonisht kënaqësi. Na tregon cila është ndoshta ajo kënga e parë që e ke këndu edhe e ke pa që aty ki vesh dhe ki zë për muzikë. Po, e para këngë që e kom ba dhe vesh një e kam. është... Nuk po thëmë këngë tua, një këngë kujdo që e ke dëgju edhe ke këndu për herë të parë edhe të kanë pa ndoshta familjarët ose shokët edhe të kanë thonë Ledri pas ke një zosh shumë të mirë. Celine Dionin, My Heart Will Go On. A këndojnë pak? A? A këndojnë pak? E shtirë është, po tjera këngë du mi kënu. Okej, cilën po dënë me përzjedhë që më na këndu? Këngën tem? S'ka problem, cilën dushti, këngën tonde? Po. Edhe një? Refrenin, këngën tonë, që ato, nisim me to, pastaj vazhdoj me tjerat. ASAP, chasing a dream, no looking back or in between. Telling myself I know I got it, I got it, I got it. No looking back or behind it. ASAP, chasing a dream. Zani shumë të mirë, po më tregoj, po më mesaru edhe për publikun, ka bu prova Ledri gjatë ditës së djeshme vazhdimisht dhe pak ka probleme me zonin, po me këta që e interpretove sot nuk po doke që e ki problem. Ta shteshes, unë e jo, se... Unë ndoshta as nuk kom
ide që duhet më këndu, në thjesht me ato që ka e pova që interpretove te, po do këtë fantastike. Na të regon si ka arë bashkëpunimi me Florent Boshnjaku. Ne dim që ke disa bashkëpunime me kompozitorin tonë vendor shumë njërë. Na të regon si e dhe ndoshta kjo bashkëpunim me Florentin për me bo disa këngë interpretime tuat. Unë s'kum bo këmëtote me Florent Boshnjakun, po babi jem, Okej. se aj gjithë më thot, pse ki talang shumë, e pse asi, Se shvidzan, po, ki talang shumë e qështove ti, po, me shvidzu. po, A folë babi me Florent Boshnjakun, ka qene vështirë me gjejtë lidhjen, ndoshta që me bisedu me Florentin? jo shumë, se babi jem e ka një vlla e ka emrin Labinat, e aj ka shumë kontakta me kësi njerës të mdhaj, e po, aj ka kalzu babit, më nësh me qitë djallit tënë bashkëpunim me ato, Je taku ti personalisht me Florentin? jo, me babin edhe me... Ti fizikisht nuk je taku asnjëherë me ta. Jo, kum... Me Florentin? Po. Po, je taku. Çfarë fjallë ka thonë Florenti kur e ka dëgju ndoshta talentin tënd për këngë? Që ka thonë për mu? Po. Ka thonë që kam të shumë talang, po një sen që dush me trenirat është kondicionin. Me ushtru Se kondicionin. ku shkojnë koncerta atje ku me ditë, nështë 2 orë, 1 orë e gjysmë, e dush me pas kondicion. Po familjarët mbështetën fillim Ledre, kur panë që ke një talent për këndimin. Niset qyshte edhe vetë në moshën 5 veçare për vallëzim, pastaj edhe më këndim. Të kanë përkra, të kanë mbështet familjarët e tu? Po, Çka të kanë thonë? kanë thonë, kështu për mu, Po, për ty. kanë thonë që ki shumë talang, Po. vetëm a i ki qef muzikën, nëse se ki qef leje krejt. Po unë kam emocione kër marri me muzikë, e i thash, po kam qef shumë muzikën edhe du me marrë. Edhe, po kam thonë, nëse do mu bo ma i famë shumë në botë, dush me trenirat. Po, Që sa kohë je ki nis me ushtru që po thuti trenirat, pjesën me zo, 10 vjeqare. pe moshës 10 vjeç. Do më thënë që 3 vjet ti ushtron vazhdimisht me zë. Po, Ke pas progres, ke pas përmirësime, vazhdimisht për gjatë të 3 vitesh, e shë vetën që je tash shumë mirë, mas e që ke ushtru? po, kom pa kështu, improvements. Ke pas ndonjë koncert, ose ke interpretu para një publiku, para një mase, deri tash? Jo, kër, Asnjëherë. jo. Momentin që e lansove këngën tënde të parë, A$AP, po? Po, Çfarë komente ke marrë? kur e kom një, Kur e ke këndu? Kur e ke këndu edhe ke publiku? një vjetë kështu, vjetën e kalum, u kanë Vera, e kena shku në studio, e kena ba edhe, Kur ke shku në studia, e ke këndu, e ke ingjizu këngën, edhe pastaj pasi është publiku, çfarë komente ke marrë për njerëzve? Ke hi në YouTube ose në rrjetet e tua sociale me këshirë se çka po thonë njerëz për ty, apo i pëlqen zani i Ledrit? po, dhe që tash njerës po thojnë, je shumë i fort, ke më bo ma i famshëm, po apet sa apet do të me vazhdu rukëtimin tem edhe me ushtru. Edhe në jetë gjithë ka me pas kështu që i thojnë njerëz haters, e në kështu që i bojnë follow. Atëherë, po kom qef me dëgju edhe një këngë tjetër për te Ledre. E interpretove pjesën e A$AP të këngës tonë të parë dhe të vetmen, që uroj se shumë shpejt keme pas edhe këngë tjera. Kështu që, ka kishëm pasi, në fakt deri sa të rregullohet mikrofoni, lirisht mundesh me rregullu mikrofonin, se kemi pak probleme me mikrofonin e Ledrit. Unë po uroj shumë që në fakt karrierën tonë dhe muzikore kime pas me sa ma të mirë që është të mundshme, edhe po besoj me këtë interpretimin që vetë se na e sollën e studion e Weekendit, qof me këngën tonë të parë A$AP.
E që po urej që s'ka me qenë e vetë, mja me qenë se kjo ardhë në Kosovë dhe ndoshta ki bashkëpunu edhe me ftyra shumë të famshme, që në fakt unë i di, po për publikun do t'i zbulojnë vetëm pas pak, për e përmendem që ke bashkëpunu edhe me Florent Boshnjakun, e unë i di që gjatë ditës së djeshme, vazhdimisht ke pas prova në Shqipëri edhe me këngëtaren vendore të Kosovës, por që edhe ajo ka shpërthy në gjitha kufit është Fifi. Na tregon pak bashkëpunimin, qysh erdhe puna me bashkëpunu me Fifin, Ledri? Unë se di, babi jem i din qysh mi kontaktu njerës, po Fifi na shtajmon me e ka pas një koncert në Vështri, nga Vështri. E tani jena ull me një kafe, me bisidu pak, me fol. Tani mi ka këshu që shikun pas nota, që shkun kënu, edhe ka thonë që kam talang. E tani kena vendos që Fifi ka me mashru një kongë mu. Kena vendos që Fifi ta shkru një kongë dhe te interpreton atë. Po. O të bën kjo mundi mirë me qenë se po vlerësohesh nga një artiste shumë e madhe të ne, si që është Fifi. Qish? A të bën mundi mirë që ke me pas një kongë nga Fifi? Shumë mirë. Si tekst shkruese? O, mirë mdo. Keni nis me punu këtë projekt? O. A nis Fifi me shkru? O, e ka shkru. E ka përfundu? Vesh du të me bas spotin. Okej, a mundemi pak me zbulu një strofë për asaj konga, a dënë melon ekskluzive kur të del? Me të kalzu drejt, qëta shfrikti kena marë, Okej. e se di tekstin heq gati. Nuk e ke mësu? Jo. Halo tekstin, është shumë e kuptushme. A më tregon në Suedi shok të Ledri që ka thojnë për ty? Shok, unë shkaj futbol me një klub, e kam në Hamsta Ball Club, po aty më livdojnë shumë mu, që jam ku sa i fort je, e që shpo mund krejt të sene mi ba. Po, edhe më duke të kesh mu me livdu, unë kam qef kështu, strikt mu konë. Me kom tokë? Po. Po të shojnë si kur ëllë, po ke ndoshta në mesin e shokve që kanë edhe ata pasion ose vullnet për me këndu? A ti e ylli vetëm i shkollës? Vetëm i shkollës, onë. Ska kërkosh ma të mirë, sonë, onë jam ma i fort, jasë. Ledri dhe modestia, shumë në rrugë të ndara. Po ku e ke marrë këtë vetë besim? Të ka ndimu, do është ta familjar për me qenë ka që fort edhe me pas besim në vetën? Po, ja ka njësë, unë ja kom njësë shumë asë jam ka një marrë shumë kështu, po babi jam ka kalzu që dush me pas vetë besim, se pa vetë besim nuk mush mu ba kërgjo. Pikrisht. Po. Do më po të përgëzoj për këtë vetë besim, se në fakt veç kështu mundesh me arrit. Po. Në qofë se ke marrë, në qofë se ke stres, në qofë se turprohesh për qka do, nuk i me arrit kur gjo. Në qofë se ke këtë besimin në vete, po besoj që ki me arrit maja të suksesit një që sush po e thua dhe te që do t'jesh me i forti, do t'jesh ylli i botës. Po, në hertë. Ledra, na këndon një këngë në Shqip? Në Shqip? Po. Një artist ndoshta të pëlqen. A ke ndo një artist kosovar ose shqiptar që ty të pëlqen? Butrinti. Butrintin. Edhe pak po tuk është sigur Butrintin në fakt. Ua? Po. Tash ku për këshyri me atësi, po më duke se po përngjarë pak me Butrintin. Ke qef me i përngjarë Butrintit? Qysh? A ke qef me i përngjarë Butrintit? Të pëlqen mu doke sigur Butrinti? Po. Mi thy zemrat e vojzave. Allah i la e bën edhe njerë që ata me vetulla. Nuk më mujë. A na këndon një këngë të Butrintit? Lejk Torana. Hajde. Kre lejk Torana, ti pa shpirt jem rena, pa shpirt jem rena, o lejk Torana, ki ka bu, deja vu, veç rena. Veç rena. Zonin se kur i Butrintit paka? Ua? Po valla. Ledri mu më knaqe. Ua? Për pos Butrintit, cili është ndoshta një këngëtare se këngëtare tjetër që të pëlqen në Kosovë? Në Kosovë? Po. Dafinen. Dafina Zëqiri. Dafina Zëqirin. Ke ndoshta një këngë saj që ki qef me e këndu? Me të kalzu dhe veç lejk Torana e këna i kështu.
Veç të botrindit. Se unë kënaj veç anglisht, po... Okej. Po në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cili është ndoshta këngëtari yt më i preferuar, që e dëgjon vazhdimisht? Michael Jackson. Michael Jacksoni. A do më na këndu një këngë të Michael Jacksonit? Një refren, një këngë. A e ka zonën e forte. I afroshti, tash na e dim se Michael Jacksoni është i pazëvendësueshëm. A më me kënu tjetër? Po, cilin dushte? Rihanna, Stay. Okej. Not really sure how to feel about it. It's something in the way you move. Makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. Të lumë goja, Lidri. Na të regon se jemi edhe drejt fundit të kësaj interviste, që unë e kom shiju shumë edhe po më pëlqen shumë për vetëbesimin, për mënyrën që shpëfol, donë se je lind dhe je rrit në Suedi, ke rujt shumë mirë gjuhën shqipe, po besoj që kjo patjetër është edhe merit e prindërve, familjes tënde, që në ambientet ku rrini edhe qëndroni ju flisni vazhdimisht shqip. Këtë përfund një pyetje ku e she Ledri veten pas 10 vitesh. Momentalisht i kemi 13, kur t'i bëjmë 23 vjet, ku e shohim veten? Me qitë vetë besim, dhe që jam të trenirat, edhe babi që ka shumë kontakta, menaj që mu i më shku gatë, po eva ase, sa muj me ba, e baj. Kime jep maksimumin edhe ndoshta kime qenë ylli, se që përmende këtë në fillim, botror. Po në rast se të vjen puna me përfaqësu një shtet në Eurovision, Eurosong, a e vendos me përfaqësu Kosovën, Shqipërinë, nëse edhe hynë Kosova, apo Suedi? Kosovën, Kosovën me këtë zemër, a? Po, Kosovën. Të lumë në goja, a qomi i bashkë kështu në mes të studios, ti falenderojmë këtë miq që na kam përcjell deri tash, edhe unë ty Ledri, të uroj shumë suksese në karrierën tënde muzikore. Faleminderit. Kjo ishte intervista jote e parë, po besoj shumë që ka me qenë një shtys pozitive për ty që me arrit edhe intervista të tjera, edhe zoni juet mu dëgju jo veç në Kosovë, po kudo në botë. Ashtu siç është edhe vetë ëndra jote. Po. Ke një mesazh për krejt shikuesi po na shohin, kërkon mbështetjen e tyre? Shfrytëzoje talentin. Talentin. Po, talentin. Hajde të përqofi. Ke shiku se din që i rritë në Suedi, po me PR dhe për Kosovës, kështu që kemi pak pëngez gjuhën, po deri tash jemi konë perfekt pa as një të med. Faleminderit shumë, Ledri, të uroj shumë suksese. Faleminderit. Me të shkojmë pak shkëputje dhe kthehemi në pjesën e dytë me aktoret e Mamma Mia La Pacino.